Përshëndetje, sot po vazhdoj me një recetë tjetër të turshijave me speca sëmburka të paluara që ju qëndrojnë për dimër pa u prish nëse nuk keni vend ku me mbaj turshijat. Kjo recetë dhe në një hinë hedhim 2 gota me kryp, gotat nga 200 ml, 1 gotë me sheqer. Këtë recetë nuk do ta përgatisim me uthull, por me maje uthlle. Pra, kjo gotë të çajit edhe e mboshim me maje uthulle. E shtojmë te krypa dhe sheqeri, mandej marrim konzervues, 1 pako me konzervan edhe 1 pako vinobran. Pra, të dyja janë konzervues për turshi. Krejt përbërësit vazhdojmë i përzim kështu mirë, edhe këtu fillon të bëhet një masë e butë, po e vreni, pra